Çdo problem që neve na lidhet me nyje në kuptim të dhimbjes së nyjes, të shoqëruara ose jo me ënjte, të shoqëruara ose jo me shtangime mëngjesore, na bën të dyshojmë për ndonjë problem reumatik, por problemet tona nuk e kanë sistem vetëm prekjen e nyjeve dhe për këtë arsye ato mund të manifestohet edhe për shembull dhimbje qafës, dhimbje fundshpinësh janë objekti i studimit të reumatologjisë, por gjithashtu duhet të fokusohemi edhe tek ndryshimet lëkurore, qoftë e format e lëpusit deri te ematozë sistemik, kur lëkura jonë e fytyrës ka një ndjeshmëri jashtëzakonisht më të madhe të ndaj diellit se sa pjesa tjetër e trupit dhe shpesh mund të bëjë një fenomen i flutrës, do të thotë një skuqje që atakon mollzat e faqeve dhe shtreshat edhe hundës. Por gjithashtu ankesat e tjera janë edhe ankesat në kuptim të sindromit Sjögren, tharje gojës, që shpesh mund të manifestohet mbrojtje e pushtrave nëpër gojë, pranë infeksionit të shpeshta orale, gjithashtu mund të manifestohet si pasojë mungesës së lotit, ndjenjë e thellësisë së syrit, skuqje syrit, ndjenjë trupave të huaj në sy dhe shpesh në konform të konjunktiviteve kronike. Me që ankesat klinike të sëmundjeve reumatike janë të shumta, atëherë do të planifikohet në të ardhmen të flasim sëmundje për sëmundje veç e veç në atë mënyrë që të bëjmë promovim më të përgjithësuar.